Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Shtyhet koha e ardhjes së delegacionit të UNESCO-s në Maqedoninë e Veriut për të diskutuar vërejtjet e ngritura ndaj ndërhyrjeve infrastrukturore të korridorit të 8 në zonën e mbrojtur kulturore dhe natyrore. Ndonse fillimisht u paralajmërua se përfaqësuesit e UNESCO-s do të vinë nga mesi i muajit maj, ministri i transportit Aleksandar Nikolovski tha se me kërkesat e tyre mund të vinë nga mesi i qershorit. Nuk është vënë në pikpyetje nëse deri në Struko apo Qaftan do të kemi zgjidhje autostradë, por çështja është nga cila trase do të lëvizim. Dhe këtë do ta diskutojmë me përfaqësuesin e Bashkimit Evropian gjatë vizitës së delegacionit të UNESCO-s ta ministrit të transportit i Maqedonisë së Veriut Aleksandar Nikolovski. Zyra e Bashkimit Evropian në Shkup i kujton qeverisë deklaratën e Tiranës së firmosur më 18 shkurt 2026 ku vendet që përfshihen në këtë korridor treguan gatishmëri në zbatimin e projektit. Zëvendës ambasadori Ben Naupnau tha se përveç aspektit ushtarak, ky korridor përdor edhe për lehtësim të tregtisë dhe lëvizjes së qytetarëve. Së pari në kushtet të krizës gjeopolitike që kemi sot do ta theksoj aspektin e sigurisë, sepse përmes këtij korridori do të kemi lidhje të dy deteve që do të lehtësojnë trafikun, përkatësisht do të rrisin lëvizshmërinë ushtarake ndërmjet këtyre vendeve që paraqet komponent të rëndësishëm të sigurisë së vendeve anëtare të NATO-s, por do të rrisin dhe sigurinë e tërë kontinentit të Europës, u shpreh zëvendës ambasadori i Bashkimit Evropian në Maqedoninë e Veriut Ben Naupnau. Qeveria e Maqedonisë së Veriut vijon me uljen e çmimeve të karburanteve. Ulet çmimi i gazit të lëngshëm në tregun vendas me 5 denar për litër nga kompania Mak Petrol, ndërsa në tregtin me shumicë është shënuar një rënje prej rreth 10 denarësh. Sipas të dhënave të autoriteteve dhe kompanitë të tjera kanë ndjekur të njëjtin trend duke sjellë çmime në pakicë që variojnë nga 53 në 54 denar për litër. Nga qeveria theksojnë se ky është rezultati i analizave të inspektoriatit të tregut dhe marrëveshjes me tregtarët për uljen e marzheve bruto me qëllim mbrojtjen e standardit të qytetarëve dhe stabilizimin e tregut të energjisë. Kjo do të thotë se do të kemi ulje më shumë se 10% në tregtin me shumicë dhe nga 9 në 10% në pakicë, deklaroi Maria Miteva, zëdhënëse e qeverisë së Maqedonisë së Veriut. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ndryshon kryenegociatorin në bisedimet me Serbinë të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Agron Bajrami është emëruar në postin e kryenegociatorit në dialogun teknik dhe ambasadori i Kosovës në Belgjik ku ndërmjetësohen bisedimet. Në muajin shkurt, disa ditë pas votimit të qeverisë së re të Kosovës, numri 2 në ekzekutivin kosovar njëherësh ministri i punëve të jashtme dhe i diasporës Glau Konjufsa tha se procesi i dialogut do të udhëhiqet nga ministri. Mandatin e kaluar qeverisë në nivel aktual, Kosova në dialog është përfaqësuar nga kryeministri Albin Kurti, ndërkaq në nivel kryenegociatorësh nga Besnik Bislimi. Kuvendi i Kosovës i hap rrugën ndryshimeve për dhënien e shtetësisë, me 69 vota pro, 2 kundër dhe asnjë abstenim. Kuvendi miratoi një lexim të dytë projektligjin, kundërshtime pati nga partitë opozitare. Deputeti i Lëvizjeve Vendosë dhe njëherësh kryetari i Komisionit për çështjet e sigurisë tha se lehtësimi i procedurave për shtetësi është një hap i domosdoshëm për të forcuar lidhjen e qytetarëve me Republikën e Kosovës, sidomos për bashkëdhetarët tanë që jetojnë jashtë vendit. Ndërsa deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës Ganimete Mysliu kundërshtoi mënyrën e miratimit të tij me procedura të përshpejtuara. Shefja e grupit parlamentar nga LDK, Joona Lushaku Sadriu dhe deputeti i AAK-s Albana Bytyçi thanë se nuk do ta votojnë projektligjin. Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës Vlora Çitaku paralajmëron se vendi po shkon në mënyrë të pashmangshme drejt zgjedhjeve të reja. Për këtë ajo fajsoi lëvizjen vetvendosi me mënyrën se si ka menaxhuar çështjen e zgjedhjes së presidentit. Tashmë është e qartë, vendi pashmangshëm po shkon drejt zgjedhjeve, po është vetëm një adresë e përgjegjësisë e ajo është lëvizja vetvendosje. Po një gjë është e qartë, po besoj lëvizja vetvendosje dhe Albin Kurti janë mjeshtë shkëlqejnë vetëm në 2 fusha, në prodhimin e krizave dhe në propagandë. Ajo informoi mbi qëndrimin konstruktiv sipas saj të Partisë Demokratike të Kosovës. Nga ana e lëvizjes vetvendosje, Partia Demokratike e Kosovës ka qenë jashtëzakonisht konstruktive dhe është munduar që vendit t'i jap president, mirëpo çfarë ka kërkuar lëvizja vetvendosje përkatësisht Albin Kurti është subordinim, është në nështrim i vullnetit politik të deputetëve të zgjedhur karshiti. E një gjë e tillë nuk ndodh. Për deklaratat e kryeministrit Albin Kurti lidhur me zgjedhjet, siç ka deklaruar ai, që do të jenë të njëpasqyrshme në kryetare e kuvendit, tha se këto zgjedhje janë paralajmëruar në muajin dhjetor. Ajo ka bërë të ditur se do të jenë të pranishëm në sallë për votim të presidentit, duke shtuar se nuk do të bëjnë quorumin për Albin Kurtin. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.